Leo Buscaglia, Dashuri, pjesa e 2 dhe e 3. Dashuria është si një pasqyrë. Kur dashuron dikë, ti bëhesh pasqyra e tij dhe ai pasqyra jote. Dhe duke pasqyruar ndërsjelltazi dashurinë, shohim pafundsinë. Një gjë është e padyshimtë. Në analizë të fundit, njeriu jeton në vetmi. Sado i famshëm që t'jetë, sado të shumt në numër t'jen personat që përbëjnë rrethin e tij, në çastet kyçe të jetës së vet, është pa diskutime mundshme që të ndjesh se je i vetëm. Çasti i lindjes është një lloj vetmie, as pak më ndryshme se vdekja. Por, ndërmjet këtyre dy momenteve ekstreme, ka mjaft të tjera në të cilat njeriu është i vetëm, si për shembull, kur qajm, çasti i një vendimi, çastet e luftës për një ndryshim thelbësor. Pra, ekzistojnë çaste kur njeriu ndodhet ballë për ballë me veten, kur askush përveç teje është në gjendje të kuptojë se përse i qan zemra, përse lufton, se cilat janë ndjenjat komplekse që paraprin zgjedhjet e tij. Pjesa më e madhe e njerëzve mbeten krijesa të huaja dhe të panjohura, madje edhe ata që i duan apo i do më shumë. Oresti është i vetëm kur vendos të vras Klitemnestrën, duke bërë me këtë krim një akt çlirues për vetveten. Hamleti është i vetmuar kur vendos të hakmerret për vdekjen e babait të tij. Ndodhi që i ka shkatruar jetën dhe virtytin e të gjithë botës së tij. John Kennedy është i vetëm kur vendos në mbështetje të goditjes me dorë të hekurt në gjirin Karaibeve në Kubë, një vendim që mund të bënte të shpërthente një luftë tjetër botërore. Askush prej nesh, ose janë shumë të paktë ata, që janë në gjendje të vlerësojnë peshën e sjelljes që mbartin këto çaste vetmie, në mos vendimtare, por ndonjëherë dhe ne marrim një vendim cili do qoftë ai, dhe sado pak i rëndësishëm qoftë, ndodhemi një lloj të vetmuar. Koncepti i vetmisë bëhet edhe më dramatik kur e përballojmë vetminë në kuptimin e vërtet të saj, të izoluar. Pra, siç shihet, kemi dy kuptime rrënjësisht të ndryshme. Një njeri mund të jetë vetëm dhe të mos vojë nga vetmia, dhe në të kundërt, të ndihet tmerrsisht i vetëm dhe duke jetuar në mes të njerëzve. Të gjithë ne na ka ndodhur të gjendemi në shkallë të ndryshme të vetmisë dhe nuk është e thënë që ato të kenë qenë gjithmonë gjendje ankthi. Nganjëherë, të qenit vetmuar na është dukur jo vetëm e nevojshme, por edhe nxitse, krijuese. Madje edhe si një lloj sfide kënaqësie. Kemi ndier nevojën të jemi vetëm për të rifituar identitetin tonë në kuptimin më të plotë të saj. Kemi pasur nevojë për kohën për të reflektuar, për të krijuar përsëri lidhjet e humbura, për të ndriçuar gjykimin në çaste turbullimi, madje edhe për të tundur në një ëndër. Shumica e njerëzve përpiqen të tregojnë se vetmia është një sfidë e pakrahasueshme me asnjë tjetër. Megjithatë, vëmë re se nuk e zgjedhin vetminë si një gjendje të përhershme. Njeriu nga natyra është një qenie shoqërore. Ai ndihet rehat në vetmi kur e di fuqinë, vendosmërinë dhe gjykimin e vet për të shoqëruar me të tjerët. Kështu zbulon se nëpërmjet çdo marrëdhënie të thellë i është afruar më shumë identitetit të vet. Se të tjerët e ndihmojnë të sigurohet për forcën personale, dhe nga ana e vet, kjo forcë e lejon t'i bëjë ballë vetmisë. Elementet të panumërt që vlen si provë, duket se provojnë këtë kërkesë të lindur, të ndërsjellët, të shoqërizimit, këtë ndërveprim njerëzor, këtë dashuri. Praktikisht, është e qartë se varfërimi i lidhjeve intime për një të përsalindur mund të përkeqësojë nivelin e zhvillimit psikologjik, të humbas ndërgjegjen për vetveten, të bjerë në një gjendje çmendurie që është prelud vetëm i vdekjes. Kjo mund të ndodhë edhe kur është futur në një ambient që s'ka të sharë nga këndvështrimi thjesht fizik, dhe kur është vënë në një dietë ushqimore të mrekullueshme, ose në një higjenë të garantuar të strukturave spitalore. Këta faktorë nuk mjaftojnë për të siguruar një zhvillim të vazhdueshëm fizik e moral për fëmijën. Në 10 vitet e fundit, shtimi i vdekshmërisë së fëmijëve në institutet pajisura më së miri ka qenë vërtet e pabesueshme. Në 10 vjeçarët e mëparshëm, para se të bëhej ditur rëndësia përcaktuese e sjelljes së njerëzishme në zhvillimin e fëmijës, statistikat e përafërta të vdekshmërisë nga institutet e ngritura, posaçërisht për mbrojtjen e fëmijëve, kanë qenë edhe më të ulta. Më 1915, për shembull, me rastin e një mbledhjeje të shoqërisë amerikane pediatrike, Dr. Henry Chapin ka treguar se nga një hetim është vërtetuar që në 10 nga këto institucione amerikane kishin vdekur të gjithë fëmijët nën 2 vjeç, e as repartet e tjera të asaj kohe nuk rezultonin më shpresdhënës. Në një studim të zhvilluar mbi
800 fëmijë kanadez, Dr. Banning ka pohuar se dëmtimet e shkaktuara në zhvillimin e jetimve, si dhe të fëmijëve të çifteve të divorcuar apo të ndarë, nga mungesa e dashurisë që i rrethonte, ishin shumë më të mëdha se ato të shkaktuara nga sëmundjet, madje edhe nga të gjithë faktorët e tjerë shoqëror. Psikologu dhe profesori i mirënjohur Skills ka paraqitur rezultatet mbi një studim të gjerë mbi fëmijët jetim, ndërmjet cilëve shumë pak kanë ndryshuar kushtet strukturore, dhe veçanërisht nga këndvështrimi i sjelljes me dashuri për më tepër njerëzillëk. Një grup prej 12 fëmijësh kishte mbetur mbyllur në një shtëpi fëmije. Në një tjetër, befotrof, prej 12 fëmijësh, secili merrte përkujdesje nga një grup tjetër fëmijësh mendërisht të vonuar. Konkluzionet që nxorri Skills janë bërë tashmë klasike në literaturën për përkujdesje ndaj fëmijëve. Pas 20 vitesh studimi dhe vrojtimi, u vërtetua se në befotrofin e parë të fëmijëve të mbyllur dhe pas një kontakt me dashuri, të gjithë kishin vdekur apo përfunduar në spitale psikiatrike. Në të kundërt, ata të grupit të dytë dhe që u trajtuan me përkujdesje dhe mbijetuan dhe mësuan që të kujdesen për veten. Madje disa prej tyre ishin martuar dhe shumica kishin mbaruar shkollën e mesme. Këto janë statistika që të lënë pa mend. Gjatë 10 viteve të fundit, mjeku newyorkez René Spitz ka studiuar sjelljen e 2 fëmijëve që jetuan në 2 institute të ndryshme, por të përshtatshëm nga këndvështrimi thjesht material. Në një nga këto institute, fëmia ishte në kontakt fizik vetëm me një person, nga nëna e tij. Në institutin tjetër, një infermiere kujdesej bashkë me nënat për këto deri në 12 fëmijë. Tek secili fëmijë, Dr. Spitz ka studiuar faktorët zhvillimor, si nga ana mjekësore ashtu dhe nga ana psikologjike. Madje, mbi gjithçka është interesuar për faktorët që përfshinin aspekte të rëndësishme të personalitetit si inteligjenca, perceptimi, kujtesa. Kështu përcaktoi se nëse çdo veçori tjetër rezultonte relativisht e një lloji tek fëmijët, që ishin bërë objekti drejt për drejt i kujdesit njerëzor, përqindja e zhvillimit tregoi se i kalonte 105%, madje me tendencë rritjeje. Në të kundërt, tek fëmijët e privuar nga kjo lloj përkujdesje me dashuri, megjithse në fillim kishin pasur një përqindje zhvillimi 124%, deri në fund të vitit të dytë të studimit, zhvillimi i tyre kishte rënë në 45%. Pra, duket bindse se fëmia nuk kupton dinamikën e hollë të dashurisë, por në të njëjtën kohë, na e shfaq me kokëforci kërkesën për dashuri, madje deri në pikën se mungesa e dashurisë është e mundur të veprojë negativisht mbi zhvillimin e rritjen e tij dhe ta çojë deri në vdekje. Një nevojë e tillë nuk është më e pakët për moshën e rritur. Vite më parë, isha në një radio transmetues privat në Los Angeles, në lidhje direkte me publikun në një të diel në mbrëmje. Ishim 2 veta në një lloj kabine prej xhami, plot me aparatura dhe fijet elektrike nëpër këmbë. Jashtë ishte vetëm një centralist i cili duhet të na lidhte me linja telefonike të shërbimit. Nga ora 7 deri në orën 10 të mbrëmjes, bashkëbisedonim me zëra të ndryshëm që vinin nga jashtë qytetit. Linjat ishin gjithnjë të ngarkuara. Për një person që arrinte të fliste, 5 të tjerë që ndronin në pritje. Tema ishte gjithnjë e njëjta: dashuria. Aspekti interesant qëndronte në faktin se padyshim shumica e telefonatave përqendroheshin mbi vetmbin, mbi paaftësinë për të dashuruar, mbi mënyrën absurde dhe konfuze të krijimit dhe ruajtjes së marrëdhënieve ndërpersonale, mbi frikën për të dashuruar me ndjesinë se mund zhgënjeheshin dhe plagoseshin shpirtërisht. Të 100 personat që telefononin çdo mbrëmje i bashkonte dëshira për të dashuruar, por të gjithë, pa dallim, nuk dinin se si. Jetoj plotësisht vetëm në një apartament në Melrose Avenue, më tha një natë në djalë i ri. Kalojnë në rrugë njerëz të çdo lloji, por ka dhe njerëz si unë, që i kalon orët në një apartament në pritje që të jetë në shoqërinë e dikujt, pa ditur si ta thuaj murin e izolimit. Por, dua të di, cili është problemi ynë? Në të vërtetë, shumica nga ne ka frikën e izolimit dhe mungesës së dashurisë. Dhe kjo është kaq shtypse sa që rrezikon të na bëjë sklever. Në një rast të tillë, nuk hezitojmë t'i kthejmë shpinën dhe aspekteve më të thella e të vërteta të personalitetit tonë, për të përballur me nevojat dhe kërkesat e të tjerëve, me shpresë që ta sigurojmë këtë miqësi intime me bashkëbisedues të tjerë, të cilëve u themi nevojën që kemi. Një kompani e suksesshme në skenat Broadway shkon më tej me hipotezën
se kush të dashuron dhe të propozon për martesë, ka të vetmin qëllim që të mos jetë vetëm, për të mirë apo për të keq, s'ka rëndësi. Sipas mësimit më mirë dhimbja se hiç, Faulkner në Palmat e Egra na thot: në qoftë se do më duhet të zgjedh ndërmjet dhimbjes dhe hiçit, do të zgjidhja dhimbjen. Ndoshta është në kundërshtim me gjithë njerëzimin. Për dashurinë e prindërve, fëmia pranon zakonet e prindërve që krijojnë një absurd regresiv. Për të pranuar si antar në një grupi, adoleshenti sakrifikon identitetin e vet, madje pranon të ndahet nga egoja e veçantë. Vishet dhe i qeth flokët si bashkëmoshatarët e tij. Dëgjon të njëjtën muzikë, vallëzon në të njëjtën mënyrë, përvetëson të njëjtat sjellje. Në moshë të rritur, vërejmë se formula më e thjeshtë për të pranuar në një ambient qëndron në përshtatjen ndaj komunitetit. Pra, konformohemi, mësojmë të luajmë me letra, të lexojmë të njëjtat libra, organizojmë mbrëmje, siç bëjnë miqtë tanë, vishemi në përshtatje me standardet e pëlqyera nga komuniteti. Gjatë fazës së vardisjes së dashurisë romantike, bëjmë në veten tonë një ndryshim thuajse rrënësor, me qëllim që t'i bëjmë të na miratojnë dhe pranojnë si një njeri i dashuruar, deri sa të bijem në një ndjeshmëri qesharake. Në moshën e pleqërisë, me dëshirën apo me dhimbje, duhet të tërhiqemi në një ambient të përcaktuar për pleqt, për të qenë larg të rinjve, në mes të cilëve ndihemi të pavlefshëm apo të padëshirueshëm. Pra hyjmë në një botë në cilën mund të vazhdojmë të besojmë se i përkasim të njëjtit grup. Megjithse me këmbgulje e mohojmë, nuk mund të mos bindemi se në çdo moshë të jetës ne jemi përshtatur ndaj të tjerëve, si fëmijë ndaj prindërve, si adoleshent ndaj bashkëmoshatarëve, si të rinj ndaj partnerëve seksual, në moshë të rritur ndaj grupeve shoqërore për ne të përshtatshëm dhe si pleq ndaj komunitetit të pleqve, derisa më në fund përgatitemi për vdekjen. Kemi nevojë për të tjerët, kemi nevojë të dashurojmë dhe të jemi të dashuruar. Nuk ka dyshim se pa bashkëbisedues, njësoj si fëmia i braktisur, pushojmë së rrituri. Nuk përparojmë dhe as zhvillohemi. Do të pushojmë në errësirën e çmendurisë derisa të përfundojmë në vdekje. Dashuria nuk është një gjë që mund të na ndodhë, apo nga e cila mund të dalim. Rritemi në dashuri. Dashuri do të thotë krah hapur. Po ti mbyllësh, do të gjendesh vetëm me veten tënde. Dashuria është një fest pa mbarim, nga e cila ushqehemi. Dashuria i përket të tashmes, dhe vetëm në të tashmen, dashuria është e vërtet. Administrimi i marrëdhënieve, me këtë gamë të gjerë ndjenjash që në tërësi e quajmë dashuri, u është lënë në një mas të madhe poetëve, filozofëve dhe shkrimtarëve. Shkencëtarët në të kundërt kanë prirjen të shmangen këtij argumenti. Është vërtet e çuditshme, vren Maslow, të konstatosh se sa pak shkencat empirike na japin për problemin e dashurisë. Sociologu i mirënjohur dhe docent i Harvardit, Sorokin, në librin e tij Rrugët dhe fuqia e dashurisë, shpjegon se përse sipas tij, shkencëtari me vedije i është shmangur të përballet dhe të diskutojnë mbi temën e dashurisë. Mendja e arsyeshme, thot ai, nuk dëshiron me kokëfortësi të pranojë dhe të njohë pushtetin e dashurisë. Atij i duket se gjendet në prani të një fenomeni plotësisht iluzor. Jemi prirur ta përcaktojmë si vetë mashtrim, opium i popujve, mall i lirë idealist, iluzion antishkencor. Paragjykimi dhe mosbesimi na kanë çkëshilluar të kemi besim në teoritë që përpiqen të tregojnë fuqinë e dashurisë dhe të forcave të tjera pozitive. Prandaj, shkenca dhe shkencëtarët heshtin me ngulm mbi argumentin e dashurisë. Disa pranojnë për dashuri diçka të vërtetë, ndërsa të tjerët shohin në të një përshtillim të hidhur imagjinar, të aftë t'i jap një drejtim të papranueshëm i jetës njerëzore. Më në fund, disa të tjerë i japin dashurisë një dënim tutkut, duke i quajtur si një shprehje të një fenomeni në mënyrë tipike të sëmur. Padyshim që dashuria është një temë e lehtë si problem. Ndoshta të përballesh drejt për drejt, do të thotë të vazhdosh ta zhvillosh gjatë një udhtimi ku dhe ëngjëjt duket se bëjnë aventura. Megjithatë, është qesharake dhe e pakuptueshme që një forcë jetësore me një pushtet të tillë të jetë injoruar dhe dënuar nga shkencat shoqërore. Mundet që ky ngurim
të ketë një bazë gjuhësore. Në të vërtetë, nuk ekziston fjalë tjetër se dashuri do të përdoret në mënyrë keqdashëse. Mund të dashurojmë Zotin, një tort apo një kulaç. Mund të shohim tek dashuria një sakrificë apo gjendje varësie. Për disa të tjerë, dashuria nënkupton vetëm marrëdhëniet e ndjenjave, burr-grua apo ato seksuale, ose më tej edhe një pastërti mistike shenjtorësh. Por, për ne si individ, përpara se të përballojmë në mënyrë drejt për drejt problemin e dashurisë, duhet të arrijmë në një mirëkuptim të qartë dhe të mjaftueshëm për çështjen. Nuk është një detyrë e lehtë, siç kemi theksuar, sepse shpesh përfundojmë të mos e bëjmë objekt vlerësimit mjaftueshëm. Jo vetëm kaq, kjo detyrë madje mund të na duket e pamundur, ose në kufit e një koncepti jashtëzakonisht të gjerë. Kjo shpjegon përse koncepti i dashurisë ka përfunduar në duart e shenjtorëve, që e kanë identifikuar si mundësi vetëm të perëndive në duart e poetëve, që e përshkruajnë si një gjendje shumë të lumtur ose një zhgënjim të hidhur, në duart e filozofëve që përpiqen të analizojnë mbi bazën e kritereve të arsyes. Dashuria është shumë gjëra, ndoshta aq shumë gjëra saqë nuk mund ta përcaktojnë me terma të sakta. Përrjedhoj, kush përpiqet ta formulojë, rrezikon të jetë i paqartë dhe i mjegut. Kemi parë tashmë se secili prej nesh e ka mësuar dhe vazhdon ta mësojë në mënyrë tërësisht të veçantë dhe individuale. Mensohet se individi e kupton domethënien e fjalës dashuri, kur ajo përdoret nga një tjetër, njësoj siç presim të ndodh një mrekulli. Për lexuesin që më ka ndjekur deri në këtë pikë, tani është e qartë se të përkufizosh konceptin e dashurisë, dalin probleme jashtëzakonisht të vështira. Qëllimi që më ka nxitur të shkruaj këtë libër qëndron pikërisht në shkëmbimin e disa mendimeve që kanë të bëjnë me këto aspekte të dashurisë. Dashuria është një reakcion emocional dhe i fituar. Ajo është përgjigjja jonë ndaj një sër stimujsh dhe faktorësh të cjellurit. Njësoj si çdo sjellje e mësuar, ajo vepron nëpërmjet ndërveprimit të subjektit që mëson në ambientin e tij dhe aftësisë për të kuptuar e për të mësuar. Dashuria është një ndërveprim dinamik që jetohet në çdo çast të jetës sonë, në të gjithë jetët tona. Për këtë arsye, unë nuk e duroj të shpreh bie në dashuri. Nuk mund të biesh në dashuri, njësoj si nuk mund të zhbiesh në dashuri. Thjeshtësisht mësohet të veprosh në një farë mënyre dhe në një farë shkallë ndaj një stimuli të paraqaktuar. Një veprim i tillë është tregues i dukshëm i dashurisë, nxitësi së cilës është një individ i caktuar. Pavarësisht nga fakti që bie në dashuri apo zhbie në dashuri, dashuria që një njeri ka në vetvete dhe në cilën është në gjendje ta shfaqë në çdo çast të jetës, është një dhënë e qëndrueshme me realitetit të tij. Ndoshta është më saktë të themi se njeriu e rrit dhe e përforcon në vetvete dashurinë, një aftësi kjo që zhvillohet dhe ndryshon. Sa më i gjerë të jetë mësuarit, aq më të mëdha janë rastet që i paraqiten për të zhvilluar veprimtarinë e vet emotive. Në qoftë se duam të dimë se ç'është dashuria, duhet ta jetojmë në mënyrë aktive. Të reflektosh mbi dashurinë, të lexosh tekste mbi të. Padyshim, janë gjëra të mrekullueshme, por në analizë të fundit të gjitha këto na çojnë në konkluzione pa vlerë konkrete, në mos të pavërteta. Reflektimet, leximet, diskutimet mbi dashurinë kanë vlerë vetëm në masën në cilën zhvillohet në planin teorik problemi dhe ngrihen pyetjet që mund të rrjedhin nga veprimi për një realitet të prekshëm. Në këtë mënyrë, do të mësojmë shumë të vërteta mbi dashurinë, duke filluar nga fakti që nuk jemi në syt e vetvetes një send. Nuk është fjala për një send fizik, për një mall që shkëmbejmë, shesim apo blejmë. Nga ana tjetër, dashuria nuk mund të postohet dhe as të merret me dhunë. Dashuria mund të dhurohet vetëm në mënyrë të natyrshme, me një veprim krejtësisht të vullnetshëm. Në qoftë se dikush vendos t'u jap të gjithë njerëzve pas një dallim, askush nuk ka të drejtë ta pengojë. Nëse parapëlqen t'u rezervoj dashurinë e tij pak personave, është i lirë të veprojë në këtë mënyrë. Dashuria e tij është vendimi i tij për aktin e dhurimit. Dashurinë nuk mund ta kapësh dhe as ta burgosësh brenda murave, rrëshqet dhe ikën, largohet pa u ndjer nga zinxhirët. Nëse dashuria vendos të marrë një rrugë tjetër, asgjë dhe askush nuk mund ta pengojnë. Të gjitha rojet, burgjet dhe pengesat e kësaj bote nuk kanë fuqi ta ndalojnë as për një sekond. Në qoftë se një njeri pushon së bëri vepruese dashurinë e tij për një individ tjetër, ky i fundi mund të luajë rolet më të ndryshme, madje dhe ta mbajë lidhur pas vetes.
Mund ta lidh me zinxhir dhe ta kërcënoj, mund të bëhet fisnik dhe ta mbuloj me dhurata. Mund të kërkoj ta nënshtroj moralisht duke ushqyer tek ai ajo kompleksin e fajit. Mund të ropatet duke ushqyer e mashtruar, për të mos ta lënë të largohet ose të ndryshoj personalitetin e vet për të plotësuar kërkesat e nevojat. Por, sado që të mundohet, dashuria e partnerit të tij ka ikur dhe në shkëmbim të gjithë kësaj ropatjeje nuk do të ketë veç si një trup, një kuti bosh, një krijes falso, as pak të paaft për të dashuruar. Njeriu do të kuptojë ndërkohë se nuk ekzistojnë lloje të ndryshme dashurie. Dashuria është vetëm e një lloji. Dashuria është dashuri. Secili prej nesh shpreh dhe tregon atë që di për dashurinë. Këtë e bën në çdo stad të rritjes së tij, zhvillimit të tij. Madje në këtë gjë nuk dallohet nga një fëmijë. Në fazën e lindjes, fëmia nuk di asgjë për dashurinë. Të gjithë janë të dashur dhe të dashuruar absolutisht në nivel të njëjtë. Më vonë, pak nga pak që aftësia e tij për dashuruar zhvillohet, fillon të veprojë në mënyra të ndryshme. Hapi i parë është duke u bërë i ndërgjegjshëm, duke zgjedhur objektet më të adhuruara mbi të cilat ta tregojë dhe eksperimentojë dashurinë e tij. Dashuron nënën dhe baban. Jo pak është e dukshme se mamaja është më e dashur se babai. Prandaj, vogëlushi zgjeron dhe thellon dashurinë që provon për maman. Ekzistojnë shumë shkallë të dashurisë, por dashuria është e një lloji të vetëm. Dhe kështu do të zbuloj se dashuria do të thotë besim. Përvoja duhet na bindë se besimi dhe virtyti i naivëve të padjallëzuar, se vetëm të çiltrit dhe ata që gënjejnë veten besojnë në çdo gjë dhe janë të prirur për të besuar. Nëse kjo është e vërtet, atëherë dashuria do të ishte një idiotësi. Por nëse dashuria nuk formohet mbi besimin, besnikrinë e sjellët dhe mbi pranimin, dashuria nuk është dashuri. Dashuri do të thotë të dhurojmë veten tonë pa asnjë garanci, thot Erich Fromm. Dashuri do të thotë të jepemi pa më dyshje me shpresën se dashuria jonë do të prodhojë dashuri tek personi i dashur. Dashuria është akt besimi dhe një njeri me pak besim është një njeri me pak dashuri. Dashuria e përsosur do të ishte ajo që gjithçka dhuron dhe asgjë nuk kërkon si shkëmbim. Një dashuri në mirëbesim është gati të presë me gëzim gjithçka që i jepet, dhe sa më shumë që t'i jepet, aq më mirë do të ishte. Por nuk do duhej të kërkojmë asgjë, sepse kush nuk kërkon dhe nuk pret asgjë, nuk takohet me zemrimin dhe zhgënjimin. Vetëm dashuria që kërkon një shpërblim, sjell me vete dhimbjen. Këto kushte duken të thjeshta dhe elementare, por në fakt sjellin vështirësi të mëdha. Shumë pak prej nesh janë aq të fortë, aq të bindur, plot besim, tolerant, sa t'japin gjithçka pa patur asgjë si shpërblim. Nuk duhet çuditemi për këtë, sepse që në fëmijëri na kanë mësuar të presim një shpërblim për çdo detyrë që na është kërkuar. Nëse punojmë, presim një shpërblim. Nëse mbjellim pemë me bim, dëshirojmë të kemi fruta e lule. Nëse harxojmë një pjesë të kohës sonë në një punë caktuar, jemi të prirur të presim kënaqësi dhe lavdërime. Në qoftë se pritja jon do të shgënjejmë, do të hiqnim dorë për ta bërë përsëri këtë gjë. Në të vërtetë, shpesh i vetmi motivim që na nxit të mësojmë është një çmim i prekshëm dhe në mënyrë të dukshme i shprehur. Por dashuria nuk është kështu. Dashuria është diçka krejt e ndryshme. Dashuria është dashuri vetëm kur jepet pa pritur si shkëmbim asnjë gjë. Për shembull, nuk mund të pretendojmë se një person nga ne i dashuruar të na shpërblej. Vetëm ta mendosh këtë është e tmerrshme dhe qesharake. E megjithatë, qoftë edhe në mënyrë të pandërgjeshme, kjo është një mënyrë ekzistence për shumë prej nesh. Kur dashurojmë të vërtet, nuk kemi rrugë tjetër, veç se të besojmë, të pranojmë dhe shpresojmë se dashuria jonë do të shpërblehet me të njëjtën mënyrë. Por nuk mund të jemi të sigurt, nuk kemi garanci për këtë gjë. Kujt do t'i duhej të priste të dashurojë deri në ditën që do të ishte i sigurt se dashuria e tij do të shpërblejë, do të rrezikonte natyrshëm të priste gjatë gjithë jetës. Në të vërtetë, ata që presin diçka si shpërblim për dashurinë e tyre, shkojnë drejt takimit me një zhgënjim. Ne dashurojmë sepse duam të dashurojmë, sepse dashuria na jep gëzim, sepse e dim se nga dashuria varet zbulimi dhe realizimi i vetes son. E dim se e vetmja siguri që ndron tek ne. Njeriu që beson tek vetja, ushqen besim edhe tek të tjerët. Është lakmia ajo që na bën të pranojmë dhe të bëjmë tonën çdo gjë. Budistët thonë se ne jemi vërtet në rrugën e dritës dhe të së vërtetës kur heqim dorë nga dëshirat. Ndoshta nuk është e thënë që të arrijmë në këtë gjendje individualizmi si qetësi dhe mirësi,
por në masën me cilën mund të jetojmë pa kërkuar apo pa pritur asgjë, përveç nga vetja. Të presim diçka nga një tjetër, sepse është në të drejtat tona, do të thotë të kandidojmë për mungesën e lumturisë. Të tjerët munden dhe duan të na japin vetëm atë që janë në gjendje, jo atë që duam ne. Vetëm kur nuk i vëm kushte dashurisë son, fillojmë me të vërtet kuptojmë se çdo me thënë dashuri. Njeriu që digjet nga dashuria do të zbulojë se dashuria është e durueshme. Kush dashuron, e di se çdo njeri mund të thellojë njohjen e tij mbi dashurinë dhe të ndihmohet të zbulojë veten. E di se njohja dhe përvoja që çdo njeri ka për dashurinë ndryshojnë nga subjekti në subjekt. Secili prej nesh rritet dhe piqet në mënyrën e tij, në kohën e tij, në bazë të sasisë së egos së vet. Prandaj është e kohë të qortojmë, gjykojmë, parashikojmë, hamendësojmë, pretendojmë. Dashuria duhet jetë e durueshme, të ditë të presë. Kjo nuk do të thotë të dorëzohesh, që të përvetësosh një sjellje pasive. Dashuria është vepruese. Ajo është gjithmonë e prirur të hap dyert të reja, të shpërthej dritaret, që të hyjnë mendime të reja, probleme dhe pyetje të padëgjuara. Përgatit një truez tërheqëse, tunduese, të denjë për një banket, por nuk detyron askënd të konsumoj mezet e saj të zgjedhura. U jep të gjithëve liri të plot për të zgjedhur dhe mohuar sipas dëshirës. Dashuria është një festë e vazhdueshme, një mencë e cila të ushqen, dhe duhet jemi përsosmërisht të ndërgjegjshëm për faktin se sa më shumë e shijojmë, e gëlltisim, e tretim, aq më të mëdha do të jenë energjitë tona, por nuk bëhet fjalë të hashme tepri. Do të ketë përsëri për të dhënë kur shok të rinj do të vinë të ulen në banketin e vet. Potenciali i dashurisë është i pakufizuar. Dashuria nuk ka frikë të shprehet, të tregohet hapur, dhe në kultura të ndryshme janë të ndryshme në shprehjet e emocioneve të tyre. Në disa shoqëri vihet re që në një varrim familjarët e të vdekurit qajnë dhe ndahen nga ai me klithma dhimbjeje. Miqt do të mbeteshin të skandalizuar, e të çuditur nëse të afërmit e të vdekurit, veçanërisht gratë, do të mbanin një qëndrim tjetër nga sa tha më lart. Në të kundërt, në gjirin e kulturave të tjera, mirë kuptohet në vdekje një qëndrim i qetë dhe i zymt, ndërsa shpreha e dhimbjes, në mënyrë kaq të dukshme dhe të bujshme, nuk do të gjente miratim. Në Amerikë mësohet fëmijëve që ti përmbajnë emocionet, pra të mos i shfaqin ndjenjat e tyre të brendshme shpirtërore. Prandaj, nuk të çudit fakti pse i mituri ndesh vështirësi në shprehjen e ndjenjave të thella dhe komplekse si dashuria. I duket e vështirë të thot me fjalë atë që ndjen. I mungon praktika e nevojshme sepse ju mungojnë mënyrat e përshtatshme të shprehjes. Jemi antipod, krejt të kundërt, me të ashtu quajturit Latin lovers, që janë të njohur se din të japin çdo dashurie të re, një frymë poetike të ndryshme. Gjuhët e tyre, frëngjishtja, italishtja, spanjishtja, janë idioma romantike, veçanërisht të përshtatshme. Për më tepër, ato shpesh i shoqërojmë fjalët me lëvizje e gjeste të spikatura dhe me një qëndrim kuptim plot që u rritin vlerën përmbajtjes së fjalëve dhe ndjenjave. Të gjithë ne kemi dhe ushqim brenda nesh emocione të thella, përndryshe nuk do të ishim qenie njerëzore. Sa herë që shkoj në Itali për të takuar të afërmit e mi, dashuria e tyre e shprehur hapur me ngrohtësi dhe prekje nuk të lë shtek për dyshime. Dhe unë e lë veten të bashkohem, e përfshihem nga thithjet e tyre të kënaqësisë, nga puthjet, përqafimet, përkëdhelit dhe nga të gjitha këto shprehje të ndjenjave të tyre. Lotët në kulturën tonë tani më kanë nisur të zhduken. Është fakt që burrat nuk qajnë, madje edhe vetë gratë kur mbajnë me zor të qarit, quhen me ndjenja të forta. Jo shumë kohë më parë, isha në shfaqjen e operas Don Quixote. Ndjeva shumë vuajtjen e kavalierit të mirë, të pakuptuar dhe të keqtrajtuar. Nuk që e vështirë për mua të kuptoj dëshirën e tij për të rikënduar bukurisë, mirësisë dhe me shpirt romantik një bote që tashmë i quante këto vlerat pakuptimta. Skena e vdekjes në të cilën Don Quixote, i rrethuar nga të afërmit e tij të dashur, ngrihet nga shtrati i vdekjes, merr heshtën e tij, i gatshëm që dhe një herë të hidhet në luftë kundër mullinjve të erës nga dashuria e tij për dylçinjën, më preku aq shumë sa që lotët filluan të më rrjedhin faqeve. Por, një grua që ishte ulur pranë meje, i ra me bryl të shoqit dhe i pëshpërinte e çuditur. Ej, shikoj atë tipin, po qan. Unë i dëgjova fjalët e saj dhe në vend të përgjigjes, nxorra nga xhepi shamin, shfryma me zhurmë hundët,
pa pushuar së qari me dënes. Ishte aq e çuditur dhe nuk mund ta besonte që një burrë në moshë të rritur mund qante. Do të betohesha se ajo gruaja nuk ishte kuptuar dhe nuk dinte të thoshte se cili ishte përfundimi i shfaqjes, por ndjenjat nuk duhet të kemi frikë të shfaqim. Fëmijët dhe qentë shpesh bashkë bisedojnë kur duhen. Është qesharake, tha një ditë një vajzë në kursin e dashurisë. Se askush nuk heziton të prek një fëmijë ose të përqafojë apo të tregohet i dashur me qenin më të çuditshëm. Përkundrazi, nganjëherë unë vdes nga dëshira që dikush të më prek. Por askush nuk ndoron ta bëj këtë gjë. Por pasi filloi të sillet në mes studentëve, është e kohë të themi se kërkesa e saj u pranua haptazi. Pastaj përfundoi të bindet se sado që mund të duket e vështirë, ndoshta është e nevojshme që njerëzit të shprehin kërkesat e tyre pa asnjë vështirësi. Ndoshta tha, ne nuk lejojmë që njerëzit ta dinë se të gjithë dëshirojmë të na prekin, sepse trembemi se mund të keq kuptohemi. Por rrjedhoj, dorëzohemi dhe qëndrojmë të futur në strofkën tonë të vetmuar në një gjendje izolimi fizik. Dashuria ndjen nevojë të shprehet në mënyrë fizike. Dashuria jeton në të tashmen. Pothuajse të gjithë njerëzit kanë prirjen të jetojnë me të shkuarën apo të ëndërrojnë për të ardhmen, duke punuar pa pushim. Të tjerë jetojnë duke i mbajtur syt nga e ardhmja, mbledhin kapitale dhe i mbajnë rezervë. I mohojnë vetes ato që u duhet sot sipas mundësive dhe në jetën e përditshme për të paguar çmimin e caktuar nga shoqëria të sigurimeve. I tërë procesi i tyre zhvillohet në funksion të një të ardhmeje të sigurt, në mos të vdekjes. Harrojmë se nuk ekzistojnë qëllime të pandryshueshme dhe të përhershme. Kanë një synim dhe arrijnë atë. Në të vërtetë, gjejnë një synim tjetër dhe e zëvendësojnë. E nesërmja që ata shpresojnë nuk vjen kurrë. E nesërmja ofron më tepër vdekjen. Jeta nuk është një qëllim, por procesi për të arritur qëllimin. Është ta përshkrosh dhe jo ta parashikosh. Ekziston vetëm e tanishmja. Çasti është e tashmja, ajo që jetojmë dhe eksperimentojmë në çastin që po jetojmë sot, i përket botës së vërtetë. Kjo nuk do të thotë të jetosh për të tashmen, por të jetosh të tashmen. Këto janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Të kaluarës nuk i mungojnë vlerat, për më tepër është ajo që të ka sjellë deri këtu. As të ardhmes nuk i mungon pesha e saj, por i përket ëndres. Vetëm çasti të cilin po jetojmë ka vërtet rëndësi sepse është i vërtet, dhe dashuria e di këtë. Ajo nuk shikon prapa krave dhe nga përvoja e së shkuarës shfrytëzon aspektet më të mira. Dashuria i përket të tashmes dhe vetëm tani dashuria është e vërtet. Një legjende vjetër budiste tregon historinë e një murgu që ikën me vrap, i ndjekur nga një ari i uritur. Kur arriti në buzën e një gremine, u gjend përpara dy të papriturave dhe duhet të zgjidhte. O të hidhej në gremin, ose të priste të vinte ariu të hante. Vendos të hidhet në gremin, por arrin të kapet pas një degë pemer që dilte ndërmjet dy shkëmbimve. Hedh poshtë syt, por ç'të shoh? Atje ishte një tigër i uritur, i cili po priste që murgu të binte poshtë. Në atë çast, se nga dolën dy urinj brejtës që u sulën ta shyenin me dhëmb degën në të cilën ishte varur murgu. I mjeri, ndodhej vërtet në një gjendje shumë të vështirë, me një ari të uritur që u ngërrinte sipër kokës, me një tigër poshtë greminës dhe me dy urithët që nga çasti në çast mund të shkulnin rrënjët e degës ku ai ishte kapur fort. Në atë moment, pa atje ngjitur me degën rrënjë luleshtrydheje të egër, dhe tamam përpara syve të tij, një frut luleshtrydhe të pjekur të madhe, plot me lëng, të gatshme për të ngrënë. Harroi gjithçka, zgjati dorën, e koputi dhe e futi në gojë dhe duke e shijuar thirri krejtësisht i lumtur. Sa e mirë të shije shkëlqyer. Kështu është dashuria, dhe në rrethanat më të vështira, të mbush me gëzim dhe derdhet në çastin që jetojmë. Pra, dashuria është shumë gjëra bashkë. Megjithatë, nuk është një send në kuptimin e vërtet të fjalës, sepse nuk mund ta shesim, ta blejmë, ta peshojmë apo ta masim. Nuk mund të kapet, të lidhet, të mbahet. Është e pranishme tek çdo njeri dhe në çdo gjë, në forma dhe në shkallë të ndryshme. Dashuria është dashuri dhe kaq. Nuk ekzistojnë lloje të ndryshme dashurie. Dashuri do të thotë besim dhe pranim pa garanci. Dashuria është dyrueshme dhe di të pres, por është një pritje e jo një gjendje pasiviteti. Dashuria
është e lirë dhe e natyrshme, jeton në të sotmen dhe është e vërtet në çastin e tanishëm. Nuk përhumbet në të shkuarën dhe as vështron në mënyrë të ecur nga e ardhmja. Dashuri do të thotë tani.